Sipas dermatologes së njohur, mësoni sa herë në javë duhet të bëni dush, pasi kjo ndikon edhe në shëndetin e lëkurës. Sa herë në javë duhet të bëjmë dush? Jo shumë shpesh, thonë dermatologët. Dr. James Hamblin shpreson se larja e përditshme nuk i bën dobi lëkurës kur nuk është e nevojshme. Sapunët janë krijuar për të hequr jo vetëm papastërtitë, por edhe sebumin nga lëkura, po kështu edhe shampot të cilat largojnë vajrat esenciale nga flokët. Rezultati është një lëkurë dhe flokë të thatë. Në fakt, sa më i ngrohtë të jetë uji që përdorni dhe sa më e fortë të fërkohet lëkura, aq më shumë ka të ngjarë të zhvillohet lëkura e thatë. Sa më shpesh një person ka nevojë për një banjo varet nga lloji i lëkurës, mosha, stina dhe aktiviteti që bën, citon James. Por a është e nevojshme të bëni dush çdo ditë? Sipas ekspertëve dhe dermatologëve, larja e përditshme mund të prishë mikrobiomën e lëkurës. Prandaj, sipas nevojës dhe aktiviteteve tuaja, duhet të bëni edhe dushin për të mbajtur lëkurën më të shëndetshme.